brenda avionit bombardues më të madh dhe më të fuqishëm amerikan. Ky është B-52 Stratofortress. I fundi doli nga linja e montimit në vitin 1962 dhe është planifikuar të vazhdojë të fluturojë deri në vitin 2050. U ndërtuan 3 bombardues të ndryshëm për ta zvendësuar atë dhe të 3 po dalin nga shërbimi të parët. Por arsyeja pse ky avion refuzon të dalë në pension nuk ka të bëjë fare me armët e tij, motorët e tij apo ndonjë gjë tjetër që projektuesit e tij e kanë imagjinuar. Ka të bëjë me një komponent të vetëm, një që ka qenë i klasifikuar për dekada. Çdo mision që vërteton se ende funksionon fillon këtu. Brenda objektit të municioneve, pilotët përgatisin armë që do të fluturojnë në një vend për bomba të projektuara dekada para se të ekzistonte GPS. Ndërtesa mbetet e kontrolluar nga klima për sistemet e udhëzimit, jo për njerëzit. Elektronika brenda këtyre bombave ndryshon nëse temperatura luatet edhe disa gradë. Teknikët e bashkangjitin seksionin e udhëzimit në pjesën e përparme të bombës. Këtu e merr trurin arma, një antenë GPS, një njësi matse inerciale mjaftueshëm të ndjeshme për të zbuluar lëvizjet më të vogla se një fije floku njeriu dhe lisi umbilikal që i lejon avionit të ngarkojë koordinatat e shënjestrës në mes të fluturimit. Pa funksionuar në mënyrë perfekte kjo lidhje, keni një peshë letre shumë të shtrenjtë. Ata fiksojnë gjithçka në vend me çelësa çift rrotullues të kalibruar, shumë i lirshëm dhe dridhja e shkundatë në mes të fluturimit, shumë i ngushtë dhe ju çani strehimin dhe shkatërroni një komplet udhëzimi prej $25,000. Pastaj vjen kompleti i bishtit, fletët dhe motorët elektrik që drejtojnë bombën gjatë rënies së saj. Çdo fletë rregullohet në rritje prej 1/10 së një shkalle. Para se çdo armë të largohet nga kjo ndërtesë, teknikët e ciklitojnë në çdo aktivizues për të siguruar që asgjë nuk ngjitet ose heziton. Një fletë e bllokuar do të thotë që bomba del nga kursi në spirale dhe u mbet me qindra metra. Pasi të ndërtohet, ata e peshojnë armën e përfunduar sepse edhe një ndryshim prej 5 pound ndryshon kohën e lëshimit. Gjatë gjithë kësaj, bomba mbetet plotësisht inerte. Fitilja nuk ka energji. Bateria termike që i jep jetë të gjithçkaje nuk do të aktivizohet derisa arma të përjetojë forcat e papritura G të lëshimit. Sapo secila armë të kalojë inspektimin, ajo futet në rimorkjo me klim të kontrolluar. Por armët janë pjesa e lehtë. Pjesa e vështirë është të provosh se një strukturë ajrore më e vjetër se ekipazhet që e fluturojnë mund të përballojë ende atë që po vjen. Shumica e avionëve ushtarak bëhen të vjetëruar brenda 30 viteve. Krahët e B-52 kanë regjistruar mbi 21.000 orë fluturimi, pothuajse 2 fishi asaj për të cilën janë projektuar. Inxhinierët thonë se nuk do të arrijnë kufit e tyre strukturor deri në vitet 2040. Ja pse, në vend që të optimizonin për një rol specifik, Boeing i ngarkoi të gjitha. Ata shtuan diferencë strukturore aty ku nuk ishte absolutisht e nevojshme. Ata bën komponent më të fortë se sa kërkonin llogaritjet. Ata projektuan për mirëmbajtje nga mekanik me çelësa, jo nga specialist me kompjuter. Mirëmbajtësit punojnë gjithë avionin sistem pas sistemi, duke kërkuar për çdo gjë që mund të dështojë mbi territor armiqësor. Ata kontrollojnë krahët së pari, duke lëvizur duart përgjatë sipërfaqes së sipërme, ku përqendrohet stresi sa që avioni përkulet gjatë fluturimit. Këta krah u projektuan për 12.000 orë fluturimi. Shumica kanë regjistruar mbi 21.000 orë dhe janë ende në funksion. Inxhinierët llogarisin se nuk do të arrijnë kufit e tyre strukturor deri në vitet 2040, gati një shekull pasi u ndërtuan. 3 bombardues të ndryshëm janë projektuar për të zvendësuar këtë avion, por B-52 i mbijetoi të gjithëve në një pjesë jo të vogël për shkak të dizajnit të tij të fortë. Ata inspektojnë sistemin e karburantit me kujdes të veçantë. Rezervuarët e karburantit të B-52 janë ndërtuar direkt në strukturën e krahut, pa kontenjer të veçantë, vetëm zgavra të mbyllura në vetë krahun. Inxhinierët e quajnë këtë një dizajn me krah të lagësht, kurse në peshë, por do të thotë që karburanti ndahet nga ajri i jashtëm vetëm nga lëkura e krahut dhe një sistem guarnicionesh dhe kapsesh. Këto guarnicione përkeqësohen me kalimin e dekadave. Mirëmbajtësit kontrollojnë çdo kapse dhe pajisje për rrjedhje.
që kanë prekur këtë flotë që nga vitet 1980. Linjat hidraulike testohen në presion, 4 sisteme të ndara, secili duke funksionuar me 3000 psi presion, mjaftueshëm i lartë sa një rrjedhje nga vrima e vogël bëhet një avion prerës. 4 sisteme nënkuptojnë që mund të humbasësh 1, të humbasësh 2, madje të humbasësh 3 dhe prap ta ulësh avionin. Kjo tepritse ekziston kudo. Shumë autobus elektrik, instrumente rezervë, komunikime të tepërta, asgjë e veçantë. Vetëm shtresa sistemesh që vazhdojnë të funksionojnë kur komponentët individual dështojnë. Pastaj është sistemi uljes. Mirëmbajtësit e kontrollojnë atë me kujdes të veçantë, sepse sistemi B-52 nuk funksionon si çdo gjë tjetër që fluturon. Sapo avioni të kalojë inspektimin, është koha ta mbushin atë me më shumë municione, se sa çdo avion tjetër në inventarin amerikan mund të mbajë. Ngarkuesit e armëve i pozicionojnë JDAM-et në avion, secila bombë e vendosur në një ngritje hidraulike që e ngre atë në ndarjen e armëve. Brenda ndodhet lançuesi rrotullues, një cilindër revolveri i zmadhuar për bomba. Ky sistem fillimisht ishte projektuar për të mbajtur bomba gravitacionale bërthamore gjatë luftës së ftohtë. Tani ai mban JDAM-et të udhëhequra nga GPS, por mekanika nuk ka ndryshuar. 8 pozicione janë të rregulluara në një rreth, secila mban një armë 2000 pound. I gjithë montimi rrotullohet 360 gradë në më pak se 3 sekonda, duke rrotulluar bombën tjetër në pozicionin e lëshimit, ndërsa avioni rreshtohet për objektivin e tij të ardhshëm. Hidhni një bombë, lançuesi rrotullohet dhe arma tjetër është gati para se e para të godas tokën. Por JDAM-et janë vetëm një opsion. I njëjti avion mund të mbajë raketa lundërimi që godasin objektiva 500 milje larg, mina detare që mbyllin portet e armikut, municione grumbullimi, bomba të udhëhequra nga lazeri dhe shtesa me re, raketa hipersonike që udhëtojnë më shpejt se Mach 5. Asnjë avion tjetër në inventar nuk mund të mbajë këtë gamë armësh. B-52 nuk specializohet, ai përshtatet. Pavarësisht ngarkesës, çdo armë fiksohet në grepa pezullimi të vlerësuara për 14.000 pound, 7 herë pesha aktuale e bombës. Kjo diferencë ekziston sepse forcat G shumëfishohen gjatë manovrave luftarake. Një kthesë 2G dyfishon ngarkesën. Shtoni turbulencën dhe numrat rriten shpejt. Ekipet e ngarkesës lidhin kabllot e të dhënave që lejojnë çdo armë të komunikojë me avionin. Lidhjet mekanike duhet të jenë të përsosura. Me gjerësinë e 100-arke, ndërfaqja elektrike nuk do të vendoset siç duhet, që do të thotë se bomba nuk mëson kurrë se ku është objektivi i saj. Ajo bie pa fjalë, e udhëhequr nga asgjë tjetër përveç gravitetit dhe një lutje. Por tiparimi i pazakonti B-52 nuk është vendi armëve, është poshtë avionit, diçka aq e çuditshme sa forcat ajrore i klasifikuan fotografitë e tij për vite me radhë. Por B-52 nuk ndalet vetëm te bartja e brendshme, ndryshe nga bombarduesit e fshehtë që fshehin gjithçka brenda predhave që thithin radarët. B-52 mbart armë kudo që të përshtaten. Shtyllat e jashtme në secilin krah mbajnë 6 armë më shumë për secilën anë. Një B-52 i vetëm i mbushur plotësisht mbar 70.000 pound municione, më shumë se çdo avion tjetër në inventarin amerikan. Armët nuk e dinë ende se ku po shkojnë. Koordinatat e objektivit qëndrojnë të kyçura në kompjuterin e avionit deri sekonda para lëshimit. Kjo lejon objektivave të ndryshojnë në mes të fluturimit, bazuar në inteligjencën që nuk ekzistonte kur avioni u ngrit. Avioni është i mbushur, 70.000 pound armë gati për të nisur, por 5 personat që duhet i dorëzojnë ato përballen me një problem, sepse nëse diçka shkon keq, 2 prej tyre mund të mos jenë në gjendje të shpëtojnë. Kuverta e sipërme, piloti dhe bashkpiloti përballë, oficeri i luftës elektronike përballë prapa. Kuverta e poshtme, navigatori radarit dhe navigatori rrethuar nga ekrane dhe sisteme armësh. Kjo krijon një problem. 4 anëtarët e ekuipazhit hidhen lart përmes kapakëve mbi kokat e tyre, sedilje standarde me edhje që i largojnë nga avioni. Por të dy në kuvertën e poshtme nuk kanë ku të shkojnë përveç se poshtë. Sediljet e tyre hapen përmes kapakëve të ndryshëm, duke hedhur ato poshtë avionit. Lartësia minimale e sigurt 250 këmbë, duke udhëtuar me të paktën 120 nyje.
Në këtë lartësi, sedilet nuk kanë distancë të mjaftueshme për të funksionuar para se të godasin tokën. Nëse një sedilje medhje prishet, e vetmja mundësi është të dilni manualisht përmes vrimjes së lënë nga sedilja e shokut tuaj të ekuipazhit, nëse ata kanë dalë jashtë. Misionet B-52 mund të shtrihen përtej 24 orëve me furnizim ajror me karburant. Fluturimi më i gjatë luftarak në histori zgjati 35 orë nga Louisiana në Irak dhe mbrapa gjatë Suisë së Shkretirës. Në ato kohë zgjatje, ndarja e ngushtë bëhet një provë qëndrueshmërie. 5 anëtarët e ekuipazhit gati, por ngritja e këtij avioni nga toka kërkon diçka që nuk i nevojitet asnjë bombarduesi modern. Gjatë luftës së ftohtë, ishte ndryshimi midis nisjes së një sulmi bërthamor dhe zhndërimit të Amerikës në një parking. B-52 nuk mund të ndizet vetë. Avionët modern kanë një njësi ndihmëse të fuqisë, motor të vegjël turbinash që sigurojnë energji elektrike dhe ajër të kompresuar për të vënë në punë motorët kryesor. B-52 nuk ka asgjë. Ajri i ftohtë, i errët dhe i qetë, derisa pajisja toksore ta vërë në punë. Nisja normale do të thotë lidhja një tubi ajri me presion të lartë në krahun e majt. Ajri kompresuar rrotullon kompresorët në motorët 3 dhe 4. Karburanti rrjedh, ndezësit ndizen, pasi këta motorët stabilizohen, ajri prej tyre vën në lëvizje 6 të tjerët me radhë. I gjithë procesi zgjat më shumë se 1 orë. Për 2 dekada, ajo orë ishte ndryshimi midis nisjes së një sulmi bërthamor dhe shikimit të gjithë bazës suaj të zhdukej në një top zjarri sovjetik. Komanda ajrore strategjike i mbante B-52 të ngarkuar me armë bërthamore në gatishmëri të vazhdueshme, gati për të lëshuar me paralajmërimin e parë të raketave sovjetike. Koha e fluturimit për një raketë balistike ndërkontinentale nga Siberia në Shtetet e Bashkuara kontinentale rreth 30 minuta. Në kohën kur sistemet e paralajmërimit konfirmonin se një sulm ishte i vërtet dhe jo një alarm i rem, ekuipazhet mund të kishin 15 minuta për të ngritur në ajër, ose për të parë avionët e tyre të avullonin në platformë së bashku me gjithçka tjetër në bazë. Tani 8 motor janë në punë. Pilotët përpunojnë kontrollet e tyre, duke përfshirë një sistem që do të ketë shumë më tepër rëndësi në udhëtimin e kthimit se sa në nisje. Para se avioni të lëviz, sistemi navigimit duhet i gjejë veten. Njësia inerciale përcakton në referencën e saj, duke ndjerë rrotullimin e tokës, një proces që zgjat 8 minuta qetësi absolute. Nëse avioni lëviz gjatë drejtimit, edhe nëse goditet nga era, sistemi fillon nga e para. Ngarkimi i GPS-it më pas, i koduar ushtarakisht, i sakt në këmbë në vend të metrave. Të udhëtosh në taksim, kërkon të mendosh përpara në mënyra të panatyrshme. Rrota e përparme ndodhet 110 këmbë përpara marshit kryesor, pothuajse sa gjatësia e një fushe basketbolli. Një kthesë që duket e sigurt nga kabina e pilotit mund ta zhvendos marshin kryesor nga buza e rrugës së taksisë dhe ta rrëzojë atë në bar. Pilotët mësojnë ta drejtojnë avionin sikur po drejtojnë një ndërtesë me rrota, duke filluar kthesat e errët dhe duke parë vazhdimisht krahët. Me peshën maksimale 488.000 pound, B-52-shat ka nevojë për pjesën më të madhe të pistës. Nuk ka hapësirë për gabim. Nuk duhet ndryshoni mendje për të një shpejtësie të caktuar. Informacionet e pilotëve anulojnë kriteret para çdo ngritjeje. Çfarë shpejtësie do të përpiqen të ndalojnë dhe çfarë shpejtësie janë të përkushtuar të fluturojnë pavarësisht se çfarë ndodh. Vjen lirimi, gazrat lëvizin përpara. 8 motorë ndrohen në fuqi ushtarake. 136.000 pound shtytje shtyn kundër gjysmë milioni poundësh avionësh, punda ngrihet. Krahët 185 këmbë për kulën lart. Majat ngrihen gati 12 këmbë, ndërsa marrin peshën e avionit dhe bombarduesi çlirohet. Në lartësinë e fluturimit, gjithçka ndryshon. Antikiteti ngadalë që kishte nevojë për një ekuipazh toksor vetëm për të ndezur motorët e tij, tani është i aftë të shkatërrojë objektivat gjysmë kontinenti larg, pa hyrë kur në hapësirën ajrore të armikut. Navigatori i radarit shikon 4 ekrane: kthimet e radarit, statusin e armëve, të dhënat e navigimit dhe paralajmërimet për kërcënime. Oficeri i luftës elektronike monitoron për radarin e armikut, duke përpjekur t'i gjurmojë ata, gati për të bllokuar ose mashtruar çdo gjë që bllokohet. Navigatori ruan pozicionin dhe kohën me llogaritje rezervë në rast se elektronika dështon. Kabina e pilotit është një përplasje epokash.
Matësi dhe çelësat origjinal të viteve 1960 ndajnë hapësirën e panelit me ekrane digjitale moderne që tregojnë arta lëvizse dhe burime inteligjence në kohë reale. Një bombardues i ndërtuar para uljes në hënë mund të marrë përditësime të synimit nëpërmjet satelitit nga komandantët në anën tjetër të planetit. Duke i ofruar objektivit, ekuipazhi ekzekuton në listën e kontrollit të armëve. Ata zgjedhin se cili i dam bie i pari, lëshuesi rrotullohet, duke e zhvendosur armën në pozicionin e lëshimit. Dyert e hapësirës qëndrojnë të mbyllura deri në momentin e fundit. Hapja e tyre e errët njofton çdo që shikon. Dyert hapen përmes kërthizës, avioni e përmbyt bombën me gjithçka që nevojitet, koordinatat GPS deri në 10 vende dietore, shpejtësinë e erës në lartësi të shumëfisht, presionin barometrik dhe këndin për të goditur objektivin. Lëshojeni. Krahët janë aq të gjatë dhe varen aq poshtë, saqë animi gjatë asaj manovre të sekondës së fundit të zbritjes nga kaforet rrezikon zvarritjen e majës së krahut në beton me 140 nyje. Kështu që Boeing e bëri ingranazhin e uljes të rrotullohej. Si pjesë kryesore të ingranazhit të uljes, përpara ashtu edhe prapa, mund të rrotullohen deri në 20 gradë nga vija qendrore e avionit. Para se të fillojë afrimi, piloti kontrollon drejtimin e pistës në një kontroll të kabinës. Ingranazhet rrotullohen për të parafruar me atë drejtim, plotësisht të pavarur nga drejtimi i undës së avionit. Rezultati duket i pamundur. Dhe kur i fundit të ndalet më në fund, diku pas vitit 2050, do të ketë shërbyer më gjatë se çdo avion luftarak në histori. Jo sepse ishte më i shpejti, jo sepse ishte i padukshëm, por sepse Boeing ndërtoi diçka në vitin 1952 që mund të bëjë çfarëdo që kërkonte ardhmja. 100 vjet lufte ushtruar mbi krahët projektuar nga inxhinier që nuk jetuan kurrë për të parë se çfarë krijuan. Nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë do ta pëlqeni videon ton mbi bombarduesin B2. Mirupafshim për tani.